Komuna e Hanit e Lezit ka organizuar konferencë në lidhje me shkëmbimin e përvojave të bashkëpunimit ndërkomunal me qëllim për ta ngritur transparencën dhe llogaridhënien në nivel lokal. Kryetari i komunës Mehmet Ballazhi ka thënë se konferenca si këto janë shumë të rëndësishme për shkëmbimin e kërkesave të ndryshme që vijnë si rrjedhoj e përvojave të ndryshme brenda komunës. Sigurisht që ka rëndësinë vet kjo konferencë për shkëmbim përvoja sepse secila komuni ka specifikat e veta. Edhe shpesh herë dalin kërkesa që nganjëherë mungesë përvojave nuk dim edhe me kry një punë. Më falenderoj OSBE-n që ka qenë mbështetëse edhe kërkuese gjithmonë që ne të organizojmë konferenca të tilla, takime të tilla, sepse niveli i bashkëpunimit ndërkomunal është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Po asa është edhe niveli të bashkëpunimit ndërkufitar që ne kemi, po besoj edhe komuna të tjera kanë. Po më shumë e rëndësishme është bashkëpunimet ndërkomunale. Igli Totozani, drejtori i qendrës rajonale të OSBE-s në Gjilan, ka thënë se transparenca në nivel lokal është shumë e rëndësishme për një qeverisje lokale të suksesshme. Qëllimi i këtij takimi ka të bëjë me transparencën, ka të bëjë me barazinë gjinore dhe me pjesëmarrje në vendimarrje e cila nuk mund të ketë gjë më të rëndësishme se kaq. Këto parime nuk janë vetëm indikator apo tregues të qeverisjes së mirë, por janë gjithashtu themelet e një qëndrueshmërie demokratike dhe të besimit publik. Së pari, transparenca në nivel lokal është kritike, është shumë e rëndësishme. Kur komunat bashkëpunojnë hapur informacioni, budgetin, buxhetet, vendimet dhe planet, ato fuqizojnë qytetarin, fuqizojnë gjithashtu llogaridhënien dhe reduktojnë rastet e korrupsionit. Drejtoresha e administratës në komunën e Hanit e Lezit, Natyra Kalisi, ka thënë se shembull marrin komunën e Ferizajt dhe atë të Gjilanit për performancën më të mirë që kanë si qeverisje lokale. Praktikat e mira të qeverisjes se zakonisht komunat e regionit Gjilanit dhe Ferizajt, po e them kështu, janë disa nga komunat të cilët kanë performancë më të mirë në nivel lokal, qoftë në llogaridhënie, në transparencë apo në formimin e mekanizmave lokal, po për më shumë ndoshta e kish mënuar në panel, po fillimisht kisha dashur me u prezantu gjithë pjesëmarrësit që më qenë pastaj forma më interaktive e komunikimit tonë së bashku. Pjesëmarrësit e komunave të ndryshme në këtë takim ndan përvojat e tyre në lidhje me qeverisjen lokale.